Kjo falja është një proces automatik apo subjektet duhet bëjnë kërkesë që të përfitojnë nga legjislacioni? Subjektet duhet të bëjnë kërkesë për atë pjesë të faljeve të atij segmenti kohor mbas 2015-s. Pra 2015 tek tutja. Për atë pjesën përpara, ligji parashikon, meqense falja është e plotë, ligji parashikon që në mënyrë automatike administratat tatimore dhe doganore zbaton fshirjen. Kuptohet që për pjesën tjetër bëhet fjalë që i kërkohet diçka tatim paguesit, borxhilliut le të themi, që të paguajë një pjesë të detyrimit tatimor. Dhe në vitin nga 2015 deri 2019 falet 50% e detyrimit tatimor dhe këtë 50% që ti duhet ta paguash për gjatë vitit 2026 në dy afate. Në afatet brenda nëse pra e përfiton 50% që nëse ti e bën deri në qershor të 2026-s dhe nëse se ti e paguan detyrimin tatimor deri në fund të vitit 2026, atëherë ti përfiton vetëm 25%, pra duhet paguash 75%.